Ministrit Fatos Nano. Përpara fillimit të ceremonisë së lamtumirës, do I lutem të ngërihemi në këmbë për të nderuar kujtesën e tij me 1 minutë heshtje. Ftoj për fjalën e rastit zonjën Gjoana Nano. Të dashur miqe dashamirës, I nderuar Zoti Kryeministër. Dita e sotme është për mua dita më e errët dhe e trishtuar e jetës. Po ndahem me njeriu me të cilin kalova një çerek shekulli jetë dhe me të cilin më lidhen përveç dashurisë shumë ëndra, shpresa e zhgënjimet përbashkëta.